Sot në bibliotekën komunale të Prizrenit, në praninë e shumë shkrimtarëve, u promovua antologji me poezi të përgjithura me autor Xhamali Shala, shkrimtar, poet dhe eseist. Kjo antologji vjen në një përkushtim nga autori Xhamali Shala si autor i dhjetra veprave të zhanreve si poezi, roman, eseist e tash të thuar se ka dhënë provimin edhe në përzgjedhje të poezisë, duke botuar një antologji me 29 poet e poete të gjithë hapësirës kombëtare. Me këtë rast, për librin në fjalë, fillimisht drejtoresha e bibliotekës Saadete Sadikaj tha se ky promovim vjen në kuadër të promovimeve të Mërgatës dhe uroi autorin. Si popull shqiptar, çdo herë problemin kryesor e kemi pas me shkrime. Pastaj çdo herë jemi ankuar se historia jonë është shkruar jo në mënyrë të drejtë. Le të marrim një mesazh dhe një mësim, do të thotë këtë më tepër do të kisha kërkuar edhe nga ju, shumica jeni shkrimtarë që shkruani edhe mirë priteni çdo herë në bibliotekë, mirë po edhe kudo në çfarë do lëmie që janë edhe të tjerë, do t'i kisha lutur që t'i lanë gjërat e shkruara. Si bibliotekë i mirëpresim çdo botim, kudo që vjen, dhe çdo herë krijuesve thon mirë se erdhet në mesin e mendjeve të ndritura, se jo rastësisht thuhet që në bibliotekë rrin mendjet e ndritura. Zotëria u kërkoi që ky promovim të mbahet në këtë kohë, edhe pse ne pa të menduar që muaji në gusht ta lë muajin e mërgjimtarëve, pasi që edhe zotëria është pjesë e krijuesve që veprojnë në diasporë dhe punojnë, jetojnë atje. Unë prej tash po juftoj të gjithëve që me datën 12 qershor është dita e mërgjimtarëve, gusht, më falni. Faleminderit. Gusht është aktiviteti që do të mbahet edhe orë letrare për diasporën, për krijues e diasporës, po edhe për krijues tanë që shkruajnë për diasporën, po do të jetë edhe një promovim i një krijuesi nga diaspora. Për librin në fjalë foli dhe Prand Buzhala dhe profesor doktor Muharrem Gashi, të cilët në aspektin kritiko-letrar menduan se tashmë duhet pasur edhe një përkushtim shtesë në botimin e antologjive. Sigurisht që libri ka vënë në bibliotekë. Dhe edhe librat e Xhamaliut tashmë i bashkohen familjes së madhe të librit. Po themi një metaforike se biblioteka është ndoshta familja më e madhe në botë, për shkak se të bën autor nga gjitha kohët, nga gjitha letërsitë dhe nga të gjitha kohët. Edhe gjendesh pranë në tempullin e dijes, në tempullin e librit, përbën një vlerë të veçantë edhe për autorin dhe për librin, por përgjithsisht ka domethënie të mëdha. Edhe sot e kishim bisedë kështu me miq të bota bashkëkohore, tempullin kryesor. Nuk i konsideron ata tempujt e të kaluarës, qofshin religiose ose jo religiose. E konsideron dijen. Hynimi i gjitha hynit. Botën moderne është dija, libri. Që dhe kur them të gjitha tjera që shërbet të saj. Unë kam cilësuar në kërkim, në kërkim të identitetit letrar dhe artistik. Pavarësisht se sa ka arritur deri tash, ai po vazhdon të jetë në kërkim të identitetit letrar dhe artistik. Për hir të gjitha sfidave në mënyrë të veçantë të pranishme, është të arsyeshme të përvijojë pamundësinë që të kenë qenë edhe më pranë veprimtarisë letrare artistike, pra të vlerat e letrare të autorit, që sot ka përzgjedhur qytetin tonë historik, pra Prizrenin, që ta ripromovoj për kushtimin e paligjshëm në kërkim të identitetit krijues dhe artistik. Ndryshe thënë, unë nuk kam arritur t'i kem ekzemplarët. Mirë po, nga ai promovimi i kaluar, unë i kam marrë ekzemplarët dhe i kam parë, faktikisht jem përqendruar më vet në mënyrë që të shoh ose që ta analizoj sa të pak krijimtarinë letrare artistike të autorit. Kurse për antologjin dhe poezin pak fjalë tha dhe poeti Tyrhan Spahiu Prizreni. Poet i dëshmuar, e nuk deshta nga vazhdo më. Mendoj se kjo mjafton. Sa i përket librave sot në botë,
do të zgjeroj pak tema. Vitet e shkrimtarëve të humbur, vitet 1920-1930 në Amerikë, në Evropë. Lost Generation, gjenerata e humbur, koha e rilindasve, kur nuk ka pas lektar, kur gjuha shqipe ka qenë shumë më e pasë se që është sot. Une, gjatë shkrimit romanit, flash disk nuk arrita me gjithë shprehja në gjuhën shqipe. Flash disk. Nuk arrita me gjithë, nuk ka shprehje. Çfarë mund të kërkojmë tani këtu prej lektorit? Asgjë. Edhe dush me shkruajtur origjinal, flash disk. 2 fitues të çmimit Nobel në botë. Hemingway dhe John Steinbeck. 2 amerikanë gjeneratës humbur, ose koha e lindasve tonë. Falenderime për librin në fjalë dhe për këtë antologji, foli profesor Gazmen Beqa, i cili tha se autori ka bërë një angazhim në këtë antologji. Është fakti se autori ka përbashkuar gjithë krimtarin poetike të kombit, si nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia Veriut, Mali Zi dhe nga Mërgata. Derisa që Zemë Thaçi, lidhur me këtë libër, tha se kjo antologji autorit të Shala, padyshim se do të jetë pjesë e letërsisë së re, sepse ato promovojnë autor të dëshmuar, ruajtjen e veprave shpirtërore dhe vlerësimin e stileve dhe ndjenjave të ndryshme. Xhemali do thotë ka bërë një antologji të poezisë shqipe dhe që ajo që vlen që të thuhet ose që të flitet për këtë antologji është fakti se ka përbashkuar kombin shqiptar duke filluar nga Çemëria, pastaj nga Mali Zi, Maqedonia, Kosova dhe Shqipëria. Por nuk ka harruar asnjëherë Mërgatën dhe kështu që ky libër, antologji e poezisë e përzgjedhur, në fakt është një antologji që vërtet meriton shumë. Ai ka nostalgji për ditët që ikën, në pak them, e që kujtimet i mbeten si të paharruara. Kjo shifet të poezia iku dita. Të poezia jetojmë, poeti paraqet dashurinë ndaj jetës. Pra, jeta është e ëmbël, si do që të jetë, atë duhet ta gëzojmë e ta kalojmë bukur çdo çast të saj. Autori me këtë rast ka falendëruar gjithë të pranishmit, njëherët ka premtuar se do të punojë me përkushtim në krimtarinë letrare.